Nga Gjokaj me kryetarin e Bashkisë të Tetovës, mikun e Partisë Demokratike dhe timin, zotin Bilal Kasami, i cili u bashkua disa takimeve elektorale dhe dha mesazhet e tij edhe për Partinë Demokratike, po edhe për rotacionin e nevojshëm. Për mua është një kënaqësi e veçantë që sot këtu nga zemra e Shqipërisë, nga Bashkia e Vorrës, jam në përkrahje të mikeshës edhe times, edhe të Tetovës, edhe të shqiptarëve gjithandej. Është një shpresë për të cilën duhet punuar bashkë që ta rikthejmë. Për ne Tirana është qendra ku jemi të drejtuar, pa marrë parasysh se jemi jashtë kufive politikë të Shqipërisë. Sigurisht që fitoria e Partisë Demokratike është një shpresë e dyfisht për shqiptarët në maqiri të Veriut, për shqiptarët jashtë Shqipërisë dhe patjetër që më duhet të them që unë do kisha dashur Jorida të jetë në parlamentin e Shqipërisë, sepse vetëm kështu shqiptarët gjithandej ku janë do të kenë një zë të fuqishëm në kuvend, por patjetër besoj edhe në qeveri. Faleminderit kryetar.